del në një vlenit ja përcaktoj vendin ku e ka. Pra është interes edhe i politikës shtimi i ignorancës. Shqitjo, nga shpesh njerëzit tanë mendojnë se rinia jonë ik vetëm shkaku i parave. Jo, ajo ik pse nuk don ta ketë sundues ignorantin. Nuk don që ignorantit ja caktoj vendin. Edhe prandaj neve shqiptarët të Maqedonisë na ndodh një tragjedi, cilën unë e kam përjetuar në 74-ën, kur Kosova sadopak u liberalizua, u bë një republikë, u bë këtu çfarë nuk u bë, gjithë shqiptarët që vlenin nga Maqedonia erdhën në Prishtinë, sepse atje s'mund ta duronin atë që u ndodhte, që u bënin Maqedoni. Sot e njëjta ndodh. Çdo shqiptar i ri që vlen, sot ju shkoni në sipërmarrjet në Shqipëri, çdo kund do gjeni nga një shqiptar të Maqedonisë, edhe në postet e larta. Shkoni në Perëndim, ju çdo spital do gjeni nga një shqiptar të Maqedonisë, në çdo bankë të Zvicrës do gjeni nga një shqiptar të Maqedonisë. Nuk rrin ai vlla aty që vleni ta punsoj atë. Që ai alternativës atë ta punsoj, apo t'ja caktoj vendin, ai ta vlerësoj se çfarë intelektuali është. Nuk lejon. Intelektuali që ka bosht kurrizor, atë nuk e lejon. Thjesht nuk e lejon. Ai lejon që të mbetet pa buk, po atë nuk e lejon. Ti nështohet çdo njënit. Vetëm pse është bë kryetar partie dhe tani për njerë është vlerë tjetër. A deri dje se ke marrë në dorë. E kjo ju ndodh shqiptarëve të Maqedonisë, edhe prandaj te shqiptarët e Maqedonisë nuk është shoqëria shqiptare në Maqedoni, nuk është are e përshtatshme ku mund të mbi dhe të rritet vlera. Mund të mbi, po mund të shkoj vetëm tjetër vend që të rritet edhe të... Mirë, edhe një çështje e fundit, jemi krejt në fund të emisionit. Ngjarja e Koçanit, ku u dëgjën më shumë se 100 njerëz, se jam i saktë. Është arrestuar një ish-ministër për shkak çështjes së lejes e të tjerë, por ajo që bën përshtypje është që Aleksandar Vučići, presidenti serb, është shprehur i gatshëm që shpall një ditë zije për këtë ngjarje që ndodhi fatkeqësisht në Maqedoninë e Veriut. Po, shini, tash ajo ishte ngjarje tragjike dhe normalisht aty çdo njeri duhet jetë keq, 62-3 të digjen gjallë. Po në Maqedoni nuk është hera e parë që njerëzit ndigjen të gjallë, u dogjen edhe në Tetov, spitali kur u kall atje. Edhe kështu që atje nuk ka përgjegjësi, edhe nëse e vëreni bien sy diçka tjetër, ju prej dyshuarve dominojnë ministrat shqiptarë. Ministrat shqiptar. Do me thënë, duhet të lihet përshtypje që edhe këtë shqiptarët. Ka një element etnik. Pati edhe tendenca në fillim që këtë mos e kanë bërë shqiptarët. Se atje çdo e keqe që bëhet e para që dyshohet është mos e kanë bërë shqiptarët. Edhe tash mos më kratoj. Ndonjëherë edhe ju vjen keq pse se kanë bërë shqiptarët.